është shumë e rëndësishme që kjo situatë të jetë pa diskutim një situatë që vlerësohet në kompleks. Pra, fillimisht pa diskutim që këshillohet ndryshimi i stilit të jetesës. Sa për një individ të shëndetshëm, pra që nuk di të vuajë nga diabeti, që nuk ka probleme të veshkave, që nuk ka sëmundje të njohur të zemrës dhe të enëve të gjakut, fillimisht i nënshtrohet ndryshimit të stilit të jetesës. Sidomos nëse vlerat e presionit arterial nuk janë të egzageruara. Pra, në një individ të konsideruar në risk të ulët apo të shëndetshëm, ne kemi një tolerancë fillestare për të mos filluar mjekim, edhe për një presion arterial që shkon deri në 160. Por, pasi t'jemi bindur që ky individ nuk ka faktor të tjerë risku, sepse për të ruajtur zemrën dhe enët e gjakut në përgjithësi, pra gjithë pemën arteriale, është shumë e rëndësishme që ne të vlerësojmë kompleksitetin. Nëse mjeku konkludon që një individ është i shëndetshëm apo në risk të ulët për të zhvilluar sëmundje të zemrës dhe të enëve të gjakut, fillimisht këshillohet jetesë e shëndetshme. Ku shumë e rëndësishme është të thuhet që ka rol mënyra e ushqyerjes, pra konsumi apo një dietë e shëndetshme, ndër të cilat hyn dhe dieta mezetare, pra pikërisht rajoni gjeografik që ne i përkasim, duke përdorur shumë perimet, duke përdorur peshkun, duke përdorur pak yndyrnat shtazore, mishin e kuq, duke futur vaj në ullirit në gatim, duke konsumuar mjaft fruta, duke patur një rregullshmëri të aktivitetit fizik. Llogaritet një mesatare tek 30 minuta, po të përditshme është ideale, po dhe nëse nuk realizohet për ditë të jetë periodike, të jetë 2-3 herë në javë. Duhanpirja është faktor mjaft i rëndësishëm risku dhe sa më herët ndërprerja aq më mirë. Duhen rreth 20 vite pas ndërprerjes që të konsiderohesh i njëjtë me një individ që s'ka pirë kur duhan. Pra, edhe nëse konsumohet, ndërprerja të jetë apo konsiderimi i tij si faktor i rëndësishëm risku të jetë sa më i hershëm. Edhe konsumi i tepërt i alkoolit gjithashtu. Ekspozimi i gjatë ndaj stresit, vërtet punën apo mënyrën e jetesës për të përsëri në funksion të punës nuk e kemi në dorë, por ta kompensojmë me një aktivitet të shëndetshëm e kemi në dorë. Është shumë e rëndësishme gjithashtu që t'i nënshtrohemi her pas here një testeve rutinë, veçanërisht pas moshës 40 vjeç, vlerësimi i yndyrnave në gjak, prezenca ose jo e diabetit si faktor gjithashtu madhor risku. Pa diskutim, për fat të mirë medikamentet, pra hipertensioni është një patologji apo një sëmundje tërësisht e kurueshme. Dhe në këto kushte, vetëm në vlerësimi të bën që hipertensioni të dëmtoj. Nëse vlerësohet korrekt dhe në kohë, ne shohim pacientë që kanë shumë, po jashtëzakonisht shumë vite që mjekohen dhe duke qenë me vlera normale të presionit arterial në mjekim, zërese minimizohet apo zerohet si faktor rreziku. Edhe të stilit të jetesës që me sa duket popullata jonë po bën veçanërisht 10 vjeçarët e fundit, po shohim që ka zbritur mosha e personave që preken nga hipertensioni. Hipertensioni nuk është vetëm sëmundje të moshuarve, është një sëmundje e cila edhe pse në përqindje mjaft më të vogël prek dhe të rinjt. Hipertensioni ndahet në 2 grupe madhore, hipertensionin primar apo esencial, që është pothuajse 95% e hipertensionit. Është një 5% i cili konsiderohet sekondar. Për një diferencë, 95% që apo hipertensioni primar është hipertensioni zakonshëm që ne trajtojmë, që mund të mos identifikojmë vetëm një shkak, por është shumë faktorë, siç e diskutuam. Ndërsa hipertensioni sekondar që prek më shumë të rinjt, sepse është një çrregullim që ka një shkak të njohur, ku zakonisht është problem i veshkave ose çrregullime endokrine si sëmundjet e gjendrës